Vendet evropiane të udhëhequra nga Franca dhe Italia kanë nisur bisedime me Iranin në përpjekje për të negociuar një marrëveshje që do të garantonte kalimin e sigurt të anijeve të tyre përmes ngushticës së Hormuzit. Kjo ngushticë është një pikë strategjike e tregtisë globale, nga e cila kalon rreth 1/5 e naftës dhe gazit natyror të lëngëzuar në botë. Transporti përmes kësaj është reduktuar ndjeshëm, pas sulmeve iraniane ndaj tankerëve dhe pas zotimit të Mojtaba Khamenei për ta mbajtur ngushticën e mbyllur. Sipas burimeve të Financial Times, diskutimet fillestare synojnë rifillimin e eksportit të energjisë nga rajoni i Gjirit pa përshkallëzuar konfliktin. Kompanitë detare ndërkohë po shqyrtojnë opsionet për shoqërimin e anijeve nga forcat detare perëndimore. Megjithatë, zyrtarët paralajmërojnë se nuk ka garanci që bisedimet do të avancojnë, pasi Irani duket se po përdor situatën për të ushtruar presion mbi Donald Trump dhe për të rritur çmimet e naftës dhe gazit. Lideri i ri suprem iranian, Mojtaba Khamenei, përsëriti se do të vazhdojë të mbajë ngushticën të bllokuar, duke e bërë situatën në këtë rrugë strategjike të ndjeshme për tregtinë globale.